Në kuadër të festave të 28 dhe 29 nëntorit, Muzeu Kombëtar i Pavarësisë në Vlorë organizoi koncertin festiv Adheu në zërin ton, një aktivitet që mblodhi së bashku fëmijë, prindër dhe artistë të njohur në Njat. Drejtuesja e muzeut Kozeta Alili u shpreh se synimi kryesor është përcjellja e trashëgimisë kulturore, si dhe historisë kombëtare nga njëri brez në tjetrin. Qëllimi kryesor i këtij aktiviteti është kujtimi i ditës kombëtare të 28 dhe të 29 nëntorit. Muzeu Kombëtar Pavarësia Vlorë, si çdo vit, edhe këtë vit organizon përsëri këtë koncert festiv madhështor, gjithë përfshirës, ku janë të gjithë institucionet, pra kemi një bashkëveprim me institucionet si Muzeu Kombëtar Pavarësia Vlorë, me Teatrin Petro Marko, me Qendrën Kulturore të Fëmijëve dhe me Bashkinë e Vlorës, qytetit të Vlorës. Mesazhi kryesor është trashëgimia kulturore, historia jonë kombëtare, të përcillet nga brezi në brez, deri tek ai më i vogli i kopshit, i çerdhes dhe fëmijët e shkollave. Kjo duket më së miri tek ky koncert, ku kemi një ndërthurje të brezit të ri dhe të fëmijëve, si dhe pjesën e rritur të tyre. Dua të bëj një falënderim të veçantë për të gjithë këta prindër të mrekullueshëm, që i edukojnë, i përgatisin me dashurim për Adheun, me dashurim për këngën, me traditën, me gjithë kulturën për të trashëguar deri në gen tyre, deri në arterjet të tyre. Sipas Alilit, ndërthurja e brezave në këtë aktivitet simbolizon vazhdimsinë e identitetit shqiptar dhe rëndësinë e ruajtjes së vlerave që na bashkojnë si kombë. Koncerti solli këngë, interpretim artistik dhe element të kulturës tradicionale, duke krijuar një atmosferë festive.